E para në muaj nëntor nxora rrogat, që e din gjithë, rrogat e shoqatave të Sorosit për agjen LGBT. Më erdhën dy goditje. E para goditje ishte me Gjeni Karan, që më ka kallëzuar në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, ku është referuar çështjen prokurori dhe çështja e dytë është me një kallëzim tjetër, me një kërkesë padi nga Mirela Arqimandriti dhe Ines Leskaj, ku këto dy persona janë përfaqësuese të dy shoqatave, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjeti për Fuqizimin e Gruas. Këto dy shoqata që në krijim janë krijuar nga Fondacioni Soros, si spin-off, ku njëra është që në vitin 2002 dhe të tjerat janë pjesë e strukturës Soros. Çështja ka filluar pjesën e gjykimit të seanca e pajtimit, dhe që është një seancë ndërmjetësimi, ku unë do t'i qëndroj çdo fjalë që unë kam thënë në publik dhe çdo Pra ti nuk do pajtohesh? Unë do t'i qëndroj deri në fund. Okej. Ata kanë kërku pajtim, ke pala tjetër, si është situata? Situata është që në 8 qershor është kjo seancë pajtimi. Është me datë 8 qershor? E kanë shtyr gjyqin me 8 qershor, pra pas 2 muajsh? Po. Çfarë kuptimi ka atë? Problemi është që nuk është problemi tek ata, është problemi tek kjo strukturë që sipas gjyqtarit në seancën që bëm para 2 ditësh, ky gjyqtar është Getian Holli dhe unë kam vetë deklarimin e tij. Ai e ka pohuar vetë që në seancë dhe ne do të marrim gjithë materialet audio të seancës dhe e ka pohuar që kryetari i gjykatës nuk ka qenë dakord që ai të tërhiqej nga gjykimi i çështjes. Kryetari i gjykatës jurisdiksionit përgjithshëm të rrethit Tiranë, të dhomës penale. Dhe në vedeklarimin e tij, këtu është në 2017 ky vedeklarim. Ky është shpërblim si ekspert i rastësishëm në Komitetin Shqiptar të Helsinkit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit është që në 2017 është financuar nga Fondacioni Soros, që kam nga web.arkiva, nga arkiva e internetit botës. Ne kemi bërë një kërkesë në datë 12 shkurt 2026 për përjashtimin e këtij gjyqtari, ku gjykata argumenton që 3 pretendime. Pretendimi i parë është ai nuk ka lidhje direkte me Sorosin. Pretendimi i dytë është që nuk ka lidhje direkte me palën padice. Dhe pretendimi i tretë është që nuk vërtetohet një shpërblim ose financim direkt nga Fondacioni Soros. Unë nuk kam thënë ato që janë pretenduar në gjykatë, unë kam thënë që kjo shoqat që financohet nga Fondacioni Soros dhe ky gjyqtar që është financuar nga një shoqat që financohet nga Fondacioni Soros është në konflikt interesi ky gjyqtar. Dhe ky gjyqtar sipas ligjit duhet të jap dorëheqjen nga çështja, sepse e para njerë shkelet parimi i njëanësisë dhe barazisë palëve në proces gjykimi. E dyta, kjo çështje duhet jetë edhe e besueshme për opinionin publik. Fakti që unë dal në opinionin publik, fakti që unë dal këtu te ty për ta thënë që ky proces është duke u bërë pis nga gjyqtari, nga kryetari i gjykatës, nga padicet dhe nga mafia Soros, tregon që ky proces nuk është i besueshëm në sytë e opinionit publik, sepse nuk është thjesht çështja e anësisë dhe sipas argumentimit të avokatit Altin Gozhe, që unë e kam avokat në çështje, një proces nuk duhet të jetë vetëm i paanshëm, duhet të jetë edhe i besueshëm për opinionin publik. Dhe kjo është çështje e inskenuar nga mafia Soros, që më shantazhoi që unë të mos nxjerr më materiale për agjen LGBT,